Jam i bindur se nëse mbahen tani zgjedhjet e reja parlamentare, humbusit më të mëdhenj do të jenë LDK dhe Nisma, për shkak të refuzimit të tyre për të hyrë në koalicion me vetvendosjen, po LDK mund të humbë pak për shkak të përçarjeve të brendshme ose të mbetet në të njëjtin nivel, ndërsa vetvendosje bashkë me Guxo dhe Alternativën do të fitojnë mbi 50% të votave, ka vlerësuar ai. Sipas tij, opozita duhet të ndryshojë thellësisht para se të mendojë për pushtet, ndërsa vetëm pas 8 vjetësh, ai ka theksuar se propaganda e saj për përçarje me miq ndërkombëtar nuk bin më askënd, pasi SBA dhe vendet europiane preferojnë lider të fortë të përkushtuar ndaj vendit. E vetmja shpresë për ruajtjen dhe zhvillimin e shtetit të Kosovës dhe për mbajtjen në kontroll të listës serbe, duke detyruar ta respektojë kushtetutën dhe ligjet e Kosovës, është që vendi të vazhdojë të udhëhiqet nga lider të dëshmuar me përvojë dhe aftësi të pamohueshme, kryeministri Albin Kurti, presidenti Vjosa Osmani dhe ish kryetari i kuvendit Glauk Konjufca. Duhet të shpresojmë që këto të tre bashkë, më shumë bashkëpunëtorë të tyre të aftë, do të gjejnë mënyrën për të vazhduar bashkëpunimin, për të fituar zgjedhjet e ardhshme dhe për të ruajtur arritjet e tyre të përbashkëta në ndërtimin e shtetit. Opozita duhet të ndryshojë rrënjësisht, pastaj të mendojë dhe të përgatitet për mundësinë e fitimit të zgjedhjeve pas këtij mandati ose ndoshta vetëm pas 8 vjetësh. Manipulimet e opozitës për të ashtuquajturat përçarje me miq ndërkombëtar dhe me Amerikën nuk e mashtrojnë më shumicën e popullit të Kosovës. Populli e kupton se si Amerika, ashtu edhe shtetet kryesore europiane, pavarësisht interesave të përkohshme gjeopolitike, në fund të fundit preferojnë të punojnë me udhëheqës të fortë dhe të përkushtuar ndaj vendit të tyre, ka përmbyllur Aliçkaj. Qarri paralajmëron frika opozitës nga Kurti po e shkatron LDK-n. Ndërkaq, analisti politik Gani Qarri ka kritikuar LDK-n aktuale, duke theksuar se partia nuk ka as liderin e duhur as vizionin për fitore në zgjedhje. Ai ka vënë re rënien e pozicionit të LDK-s dhe se një marrëveshje me Nismën nuk i sjell dobi, përkundrazi e dëmton partinë. Se LDK aktuale nuk ka as liderin e duhur në krye as vizion parimor të fitores për zgjedhjet parlamentare, flet vetë opozita ku ajo ka rënë si parti, si dhe vetë marrëveshja e varfër për të mos thënë edhe tërësisht amorfe me një segment edhe më të përhumbur si Nisma, që jo vetëm se nuk i sjell ndonjë dobi, por përveç marrjes në mbrojtje të Nismës në koston e LDK-s, për të mos rënë në prapë zgjedhore edhe dëmton LDK-n dhe me një koalicion të tillë opozitar, Abdi Xhiku i jep të kuptojë publikisht edhe elektoratit të LDK-s se në ndërheqjen aktuale, LDK-ja nuk është e interesuar të fitojë zgjedhjet, por vetëm për të qëndruar në opozitë. Kjo praktikë varfër manovruese tregon paraprakisht edhe mirimin e thellë orientues, për të mos thënë edhe orientimin total politik, mungesën e madhe të një lideri të një mend partijak e vizionar dhe të poshtën e pakthyeshme që në ndërheqjen e tekanjozit si Abdi Xhiku ka marrë ish partia më e madhe shtet formuese LDK, famë madhe Doktor Ibrahim Rrugovës, ka deklaruar ai. Po ashtu, Qari ka kritikuar LDK-n duke thënë se partia ka nevojë për një lider të vendosur, vizion dhe orientim parimor e pragmatik. Qari ka shtuar se mbështetja dhe glorifikimi i dhunës ndaj qytetarëve nga disa parti bashk, siç ndodhi me deputetin Armend Zemaj dhe heshtja Abdi Xhikut, dëmton imazhin e partisë dhe ul besimin e votuesve. Në fakt, LDK para së gjithash ka nevojë për një lider, një mend politik, vizion dhe një orientim vërtet parimor e pragmatik, e jo sikur mos të mjaftonte mungesa e liderit vizionar në ndërheqjen e amortizuar politike, LDK e cila ka trashëguar vetëm emrin e partisë, por jo edhe urtësinë e largpamësinë e Doktor Ibrahim Rrugovës, të lidh koalicion edhe me një njeri që është në listë të zezë të SBA-ve, si Fatmir Limaj. Në këtë mënyrë është plotësisht e qartë se LDK-ja nuk mund të fitojë asnjë palë zgjedhje dhe as të ngritet më lart në rang listën e partive pjesëmarrëse. Me një udhëheqës i cili mbështetet lavdëron bashkëpartiak që dalin e rrahin njerëz në rrugë dhe sikur mos mjaftonte as kjo, lidhet një koalicion përveç se të bezdisshëm edhe të frikshëm parazgjedhor, me të cilin jo vetëm që nuk ka shans të dalë si forcë e dytë, por duke pasur parasysh rrahjen e qytetarit para kamerave televizive në sheshin qendror të kryeqytetit nga Armend Zemaj dhe duar trokitjet e Abdi Xhikut, i cili si pari i partisë del edhe vetë hapur në favor të dhunës.
në vend të kërkoj falje ndaj qytetarit të grushtuar dhe gjithë qytetarisë kosovare, besoi se në sy të votuesve të shquar janë grumbulluar aq shumë argumente negative, saqë nëse zgjedhjet parlamentare mbahen para fundit të vitit, LDK-ja rrezikon edhe vetë të bie shumë afër pragut zgjedhor ka potencuar ai. Qari vëren se koalicionet aktuale për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare në Kosovë duken të pazakonshme dhe ka paralajmëruar se një koalicion i tillë mund të ulë LDK-n edhe më poshtë në renditjen e votuesve. Sa i përket PDK-s, ajo ka refuzuar një koalicion me Limajn për shkak se ai ndodhet në listën e zezë të SBA-ve, ndërsa LDK-ja ka përfshirë Limajn për të kaluar pragun zgjedhor. Ndryshe, kombinimet paraprake që po ndodhin aktualisht për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare të parapara të caktohen së shpejti në Kosovë duken aq jo konvencionale sa do të mbahen mend gjatë për koalicionet e habitshme në mesin e të cilave më i pazakonshmi përsëri duket të jetë ai ndërmjet LDK-s dhe nismës që ndoshta do të bëhet njëri ndër shkaqet kryesore sa të lëshojnë këtë parti edhe më poshtë në ranglistën e votimeve të ardhshme. Sa i takon PDK-s, pikërisht shkaku i asaj se Limaj gjendet në listën e zezë të SBA-ve, ajo ka refuzuar të ketë Limajn dhe grupimin e tij politik në koalicion, të cilën e gjeti Lumiri ta fusë në sqetullën e LDK-s që Limaj të kalojë pragun zgjedhor ka shtuar ai. Tutje Qari ka shpjeguar se PDK-ja ka pasur më parë bashkëpunime me kreun e AK-s Ramush Haradinaj. Ndërsa me Ramush Haradinajn, PDK-ja kishte koalicione e bashkëpunim edhe në të kaluarën. Madje në vitin 2017, PDK-ja në krye me Kadri Veselin katapultoi Ramush Haradinajn edhe në postin e kryeministrit të vendit, duke krijuar qeverinë e njohur të Panit, së bashku me Pakicat, vetëm që Ramush Haradinaj të nënshkruante marrëveshjen e demarkacionit në Malin e Zi, duke ja falur këtij shteti fqinj edhe kullën e Çakorin, me mbi 8200 hektar tokë autoktone të Kosovës, si dhe t'i lejonte aventurat e Thaçit dhe shokëve të tij për propagandimin e ndarjes së Kosovës dhe faljen e veriut të vendit tonë Serbisë hegemoniste në kryeqytetet europiane e botërore, duke i paguar kompanitë e huaja si ajo franceze Majorelle me paratë e sapabuesve të varfër të Kosovës, ka shtuar ai. Në fund, Qari ka theksuar se afrimi i opozitës mund të shihet si shenjë frike nga autoritetet politik i Albin Kurtit, i cili mbetet favorit për zgjedhjet e ardhshme. Një afrim i tillë brenda opozitës me të drejtë arsye mund të interpretohet si shenjë frike ndaj autoritetit politik që gëzon Albin Kurti te shqiptarët kudo brenda dhe jashtë Kosovës, i cili sipas të gjitha gjasave mbetet favorit për të fituar edhe zgjedhjet e ardhshme, sidomos pas zhvillimeve të fundit, edhe nëse në fushat për Ballti do të qëndronin dy blloqe opozitare, të cilave votuesit e shquar besoi se do t'u hakmerren ngjashëm si në kohën e rrëzimit të qeverisë Kurti I nga Hashim Thaçi, Isa Mustafa dhe Richard Grenell, duke krijuar qeveri kontraligjore pikërisht me votën e një deputeti minoritare të nismës, së Fatmir Limajt, si e Tema Arifi, të dënuar për keshpërdorim dhe korrupsion me një vit e 3 muaj burg me vendim të plotfuqishëm gjyqësor, ka përfunduar edhe Qari.